Vetëm një muaj pas përfundimit të edicionit të 4 të Big Brother VIP Albania, duket se përgatitjet për sezonin e 5 të këtij reality show tashmë ka nisur. Spekulimet janë të shumta ndërsa publiku dhe fansat e këtij formati tashmë kanë filluar të ndjejnë emocionet e një tjetër gare spektakolare që pritet të marrë vëmendje absolute në ekranin shqiptar. Top Channel, televizioni që ka sjellë në jetë këtë format në Shqipëri, ende nuk ka konfirmuar një datë zyrtare për nisjen e Big Brother VIP 5, megjithatë zërat nga prapa skenat janë të shumta. Sipas burimeve jo zyrtare, organizatorët janë në fazën e parë të përzgjedhjes së konkurrentëve dhe kanë nisur kontaktet me disa personazhe publik të njohur, të cilët mund të jenë pjesë e edicionit të ardhshëm. Ky format, i cili thyen çdo rekord audientit se gjatë transmetimit të tij, pritet të sjellë surpriza edhe më të mëdha në edicionin e radhës. Pas suksesit të jashtëzakonshëm të edicionit të 4, ku kombinimi i personazheve, dramave dhe historive personale dhe spektaklit në prime time i dha një shtysh të fortë gjithë linjës programore të Top Channel, organizatorët kanë vendosur që Big Brother VIP 5 të jetë edhe më i madh, më emocionues dhe me standarde edhe më të larta. Burimet brenda industrisë mediatike kanë zbuluar disa nga emrat që po përfiten si pjesëmarrës të mundshëm në këtë sezon. Bëhet fjalë për figurat e njohura të ekranit që vijnë nga fusha të ndryshme, si gazetaria, muzika, aktrimi apo showbizi. Disa prej emrave që janë përmendur janë Hyggerta Sako, një emër i njohur në gazetarinë sportive dhe prezantimeve televizive; Isli Islami, moderator simpatik dhe shumë i ndjekur nga publiku; Kelvi Kadilli, gazetari dhe opinionisti që shpesh ka të rishur vëmendjen me komentet e tij të mprehta; Vitmar Basha, këngëtar dhe aktor, i cili vjen me një profil të shumanshëm artistik, si dhe Kostan Morava, një tjetër figurë e re që ka fituar popularitet në rritje në rrjetet sociale dhe mediat online. Përzgjedhja e këtyre personazheve, nëse do të konfirmohet, sinjalizon një qasje strategjike për të përfshirë konkurrent me ndikim, karizëm dhe potencial për të krijuar dinamika interesante brenda shtëpisë. Ashtu si në sezonet e mëparshme, Big Brother VIP 5 nuk do të jetë vetëm një show argëtues, por edhe një pasqyrë sociale ku debatet, aleancat, ndjenjat dhe qëndrimet personale krijojnë një realitet të ri që ma gjeps publikun. Në pritje të detajeve zyrtare, ajo që mbetet e sigurt është se Big Brother VIP 5 do të rikthehet më fuqishëm se kurrë. Publiku tashmë është në vëmendje të çdo lajmi që lidhet me këtë format, duke pritur me padurim për të zbuluar jo vetëm listën përfundimtare të banorëve, por edhe datën kur dera e famshme e shtëpisë do të hapet sërish për një sezon të ri emocionesh. Ndërkohë, Top Channel duket se po ruan qetësinë strategjike për të ngritur pritshmëritë dhe për të ndezur gradualisht ethet e Big Brother VIP 5. Një gjë është e sigurt, spektakli më i ndjekur në Shqipëri është vetëm në nisje të këtij kapitulli të ri tejet emocionues.